Sot do të flasim për një temë e cila është vendosur nga rrjetet sociale në zyrën e tatimeve. Influencerët apo krijuesit e përmbajtjes në rrjetet sociale, ata të cilët gjenerojnë dhe të ardhura online, janë përballë një detyrimi të ri ligjor të pajisjes me NIPT. Sot do të diskutojmë pikërisht le të themi të gjithë këtë temë e cila është bërë kryefjalë sidomos në rrjetet sociale nga profesionistët e kësaj fushë. Dhe do ta flasim këtë në aspektin ligjor dhe fiskal me audituesin ligjor Avni Tobli. Zoti Tobli, faleminderit që je sot me ne. Faleminderit ju. Zoti Tobli, çfarë ka ndryshuar në ligjin për procedurat tatimore që i detyron pikërisht këto individ që të pajisen me NIPT? Atëherë, ligji numër 79 fraksion 2025 është një ndryshim ligjor i ligjit për procedurat tatimore 9920, i cili për të vërtetës daton goxha larg si ligj, është një ligj që është ndryshuar disa herë, saktësisht mbi 30 herë, dhe në një mjedis që ndryshon për herë, natyrisht që edhe ligjet duhet të ndryshojnë të përshtaten mjedisit gjithmonë në ndryshim, dhe si ndryshim vjen ky ligj që është pjesë e paketës fiskale të vitit 2026-79 fraksion 2025. Ky ligj në kohën që po flasim ka hyrë në fuqi. Ai nuk është asnjë gjë tjetër vetëm se kanalizon ose i bën disa ndryshime tek ligji 9920 për procedurat tatimore në metodën e ekspozimit të dhënave të këtij target grupi që ju thoni influencer, por që unë i targetoj ose i quaj si biznes të marketingut online. Okay. Atëherë nuk kemi të bëjmë në një ndryshim rrënjësor, të gjitha subjekte të tilla janë regjistruar dhe kanë raportuar të ardhurat dhe shpenzimet e tyre edhe më parë, edhe në zyrën tonë ju shërbejmë disa subjekteve të kësaj natyre që kanë këtë objekt ushtimit të aktivitetit, por në ligjin 75 fraksion 79 fraksion 2025 ka disa ndryshime për këtë, domethënë sjell disa ndryshime të ligjit për të procedurave tatimore, të cilat konsistojnë kryesisht me njoftimin, marrjen e njoftimit, ekspozimin e dhënave dhe mënyrën dhe penalitetet në rast të mos regjistrimit. Atëherë në këtë ligj që sapo citova, saktësohet metoda e komunikimit me tatim paguesin. Okay. Tatim paguesi duhet jetë i regjistruar, duhet marrë një numër identifikimit personit tatueshëm për të zhvilluar aktivitetin e vet. Ai në faqen e tij duhet të ekspozojë NIPT-in, emrin e subjektit, emrin tregtar. Të gjithë do ta kenë aty në bio që është në fakt, si specialist i kësaj fushë, unë nuk domethënë kjo për mua është një diçka normale, sepse ne në studiot tona ku punojmë, në ambientet tona i kemi të ekspozuar këto dhëna, dhe në qoftë se një marketer online zhvillon aktivitetin e tij në një platformë online, atëherë këtu është normale që duhet i ketë të ekspozuar ato dhënat e tij. Okay. Ligji sjell disa ndryshime në metodën e komunikimit, siç thash, tatim paguesit me tatimet, me drejtorinë e tatimeve, ekspozimin e dhënave dhe gjithashtu në rast se subjekti që ushtron veprimtari të marketingut online citohet në ligj që nuk është i regjistruar, nuk ka marrë pra një numër identifikimit person tatueshëm, ai do të trajtohet domethënë si individ, qoftë për penalitetet ose do të trajtohen të ardhurat dhe shpenzimet e tij në këtë formë. Okay. Tashi, pavarësisht se unë jam në krahun e tatim paguesve, sepse jam një auditus ligjor që kryej edhe shërbime kontabiliteti dhe gjithmonë bëj avokatin e tyre, por ky ligj nuk është se vështirëson punën e këtij target grupi klientësh, për mendimin tim, ky ligj thjesht i kanalizon punën e tyre. Unë do të shikoja avantazhet që sjell ky ligj. Do doja dhe unë që ti përmendja. Çfarë sjell pra në spektrin e avantazheve? Atëherë, në planin e përgjithshëm, ne si tatim pagues që jemi të regjistruar, që ushtrojmë aktivitet si tatim pagues,
jemi të kënaqur kur në skemën e pagesës tatimeve futen dhe një target grup i ri, sepse si rregull i bie që për neve që ekzistojmë, që jemi në treg me objekte të tjera të ushtimit të aktivitetit, ulet barra fiskale. Por, për këtë target grup, mendoj unë që ka disa avantazhe edhe kanalizimi i punës tyre ose normimi i punës tyre nëpërmjet këtij ligji. Si avantazh të parë do ta shikoja në rast se po bëj një paralelizëm figurativ, po themi, në rast se një influencer ka punuar 2 ose 3 vjet dhe ka gjeneruar të ardhura me këtë objekt ushtimi aktiviteti, por pa u regjistruar, ai të ardhurat e tij, i ka të ardhurat paligjshme, vërtet mund t'i ketë në një bankë të nivelit të dytë si individ, por nuk mund t'i investojë ato, sepse çdo investitor si rregull kërkon burimin e të ardhurave. Pra, me marrjen e një NIPT-i, pra me regjistrimin e organeve tatimore, këto subjekte regjistrojnë të ardhurat e tyre dhe mund t'i përdorin ato për investime ose për planet e tyre në vazhdimsi. Problem tjetër është dhe në rast se administrata tatimore konstaton që një individ ka kryer këtë aktivitet 3 vitet e shkuara. Atëherë administrata tatimore me të drejtë do i mbledhë të gjithë të ardhurat këtij individi dhe do ta tratojë atë, por duke mos i zbritur shpenzimet, sepse individi që ka ushtruar aktivitetin nuk ka raportuar të ardhurat, por nuk ka raportuar as shpenzimet, prej ku del fitimi, të ardhura minus shpenzime del fitimi bruto, i cili tatohet dhe ngelet fitimi neto. Pra, individet që kanë zhvilluar aktivitetin pa u pajisur me një NIPT, nuk raportojnë dot as shpenzime. Duke u pajisur me një NIPT, ata marrin një soft dhe të gjitha shpenzimet, qofshin këto brenda vendit, marrin një faturë tatimore ose jashtë vendit, i kanalizojnë nëpërmjet sistemit tatimor dhe i raportojnë si shpenzime, duke mos e fryrë fitimin fiktivisht, sepse realisht ata gjithë të ardhurat nuk i kanë fitime. Patjetër. Zoti Topli, si identifikon administrata tatimore pikërisht këto subjekte? Unë nuk kam komunikuar me tatimorët dhe nuk punoj në sistemin tatimor, por mendoj se është shumë e thjeshtë për t'i identifikuar, sidomos këtë target group. Të gjithë këta individ që ushtrojnë aktivitet, të ardhurat e tyre i marrin nëpërmjet bankës. Atëherë mjafton një komunikim i administratës tatimore me bankat e nivelit dytë dhe të gjithë të ardhurat raportohen dhe nga këtu tatimorët mund të nisin kontrollet e tyre kush nga këta individ është i regjistruar ose jo në organet tatimore. Pra është i lehtë identifikimi. Do me thënë nuk është se duhet komunikim me platforma të tipit Instagram, YouTube, nga ku gjenerohen këto. Më tepër në formë kurioziteti kjo. Jemi duke folur për individ që gjenerojnë të ardhura. Në qoftë se unë kam një llogari në Facebook ose në Instagram dhe nuk gjeneroj të ardhur, natyrisht që nuk jam subjekt i këtij ligji. Patjetër. Ju e përmendët disi që ky ligj sjell dhe penalitete, cilat janë pasojat ligjore dhe administrative për një subjekt i cili pra individ nuk tregon pra që është influencer, që pikërisht ushtron këtë lloj aktiviteti, nuk pajiset me NIPT dhe nuk e tregon pra dhe në bion e tij ose të saj specifika që ligji kërkon. Po e marr të 3 pyet, po nisem nga e fundit. Atëherë në qoftë se individi nuk regjistrohet, në ligj është e përcaktuar që tatimorët me ta detektuar, me ta zbuluar që ai ushtron aktivitet në këtë fushë, pra ushtron këtë objekt ushtimit të aktivitetit, por nuk e ka raportuar, atëherë ata i bëjnë një njoftim dhe vlerësimin e detyrimit tatimor e bëjnë si individ. Në qoftë se subjekti është i regjistruar, por nuk ka ekspozuar dhënat e tij në faqen e vet ku ushtron aktivitetin, atëherë brenda 15 ditësh, mbasi ka marrë njoftimin dhe njoftimi quhet i marrë në qoftë se ai njoftohet nëpërmjet platformës tatimore në akauntin e tij. 10 ditë mbasi ka marrë njoftimin, tatimorët komunikojnë me AKEP, me institucionin përgjegjës dhe mund t'i mbyllin faqen në rast se ai nuk reagon dhe nuk jep informacione, domethënë administratës tatimore. Këto janë penaliteti pastaj në qoftë se zbatohet ligji i TVSH-s ose ligji për procedurat tatimore, në qoftë se ka mallra pa faturë, njoftim vlerësimi edhe
detyrimet tatimore dhe penalitetet natyrisht. Siç përcaktohet në ligj, qartë. Për influencuesit cilët bashkëpunojnë me kompani apo marka, si ndryshon situata kur ata duhet të lëshojnë fatura zyrtare dhe të deklarojnë të ardhurat e tyre? Realisht kjo është një rrjedhë normale biznesi. Okay. Një influencer si një marketer online me të regjistruar, ai pajiset me një certifikat elektronike e cila është një port për të loguar në sistemin tatimor dhe me një soft nëpërmjet të cilit ai shkruan fatura. Me të regjistruar, me çfarëdo lloj kompanie që individi që po flasim ose ky target group biznesesh kryen transaksione, shkruan një faturë tatimore zakonisht për jashtë, sepse platformat dihet që kanë qendrat e tyre në vendet e zhvilluara të botës. Shkruan një faturë tatimore normale dhe pret të ardhurat e tij në një bank niveli 2. Natyrisht që e ka më të lehtë nëpërmjet softit që të kanalizojë dhe shpenzimet të cilat ka kryer për gjeneruar këtë fitim. Ato që përmendëm pak më lart. Nga ana tjetër po bizneset që bashkëpunojnë me këta individ, a ka lehtësime, le të themi, apo përfitime fiskale nëpërmjet ligjit? Patjetër, unë si biznes, në qoftë se do zhvilloja, e kam kushtet domosdoshëm që një aktivitet, po themi me një nga pjesëtarët e këtij target grupi, që një transakcion që unë do zhvilloja me këtë, unë do doja faturë tatimore. Pra, çdo subjekt që kryen veprim shkëmbime, shërbimesh apo mallresh me këtë target grup subjektesh, është më i kënaqur dhe realisht është i favorizuar sepse ai tani e tutje nëse deri tash nuk ka marrë një faturë tatimore nga shërbimet që janë dhënë, tash i merr një faturë tatimore ose do përzgjedhë individin apo biznesin i cili është me një numër identifikimi të personit tatueshëm që mund t'i jap faturë. Pra, edhe në treg ky target group klientësh për mendimin tim e ka më të lehtë të operojë duke qenë se është identifikohet me një faturë tatimore për shërbimet që kryen. Ndoshta jep edhe kredibilitet dhe besëmshmëri më të lartë. Ne përmendëm pak më herët dhe do doja që ta risillnim në bisedë. Po për ata të cilët cilësohen si mikro-influencer. Pra të ardhurat e tyre janë të ulta, le të themi, apo janë në formë kleringjesh, ne i shohim, i dëshmojmë çdo ditë në rrjetet sociale. Çfarë këshille do t'i jepni ju si ekspert fiskal dhe ligjor? Patjetër. Atëherë, ta nisim nga e fundit prap. Në qoftë kur flasim për clearing, do të thënë shkëmbej një mall me një mall. Kjo është e zgjedhur për secilin nga mallet ose produktet ose shërbimet që influenceri ose individ ose nipt i jep një shoqërie, ai duhet të jap faturë dhe edhe shoqëria duhet të jap këtë faturë. Po marrim ta ilustrojmë me një shembull. Në qoftë se një influencer deri dje ishte i papajisur me nip, i bënte një shërbim në faqen e tij një hoteli dhe flinte pa lek. Tash i duhet që hoteli të japi faturë tatimore për netët e qëndrimit për subjektin që po flasim, dhe subjekti natyrisht duhet për shërbimet e veta të japi një faturë tatimore. Pra clearingu është i zgjidhur. Ndërsa për pikën e thyrjes po themi që nga cili niveli të ardhurave një individ duhet të hapi një numër identifikimit personit tatueshëm, realisht unë nuk është se kam bërë një studim, por mendimin personal, nëse të ardhurat e një individi nga ky objekt i ushtimit të aktivitetit i kalojnë 50.000 lekë në muaj, që është paga minimale, atëherë unë do i sugjeroja këtij individi që të regjistrohej në të merrte një numër identifikimit personit tatueshëm. Nëse të ardhurat janë të papërfillshme, natyrisht këto të ardhur ai mund t'i marrë si individ dhe paguan tatimin në burim 50%. Deklaron në çdo vit, domethënë të ardhurat e tij. E qartë. Si mendoni zoti Tobli që do të evoluojë pikërisht kjo situata? Pra si e prisni le të themi reagimin e këtyre individëve apo vazhdimsinë e këtij procesi? Pra do të kemi regjistrime? Unë mendoj se do kemi regjistrime, marr parasysh këtu që influencerat ose marketerët online përveç këtij objekti ushtimi aktiviteti në aktivitetin e tyre mund të kenë edhe objekt tjetër ushtimi aktiviteti, pra mendoj se do ketë regjistrime. Natyrisht që unë jam skeptik për të ardhurat që këta mund të sjellin ose domethënë e para nuk di të jetë bërë një studim se çfarë ardhure i ka munguar administratës tatimore nga ky target group. Pikërisht. Por
Mendoj që do ketë regjistrime në të gjithë Shqipërinë, nuk mendoj se është një numër shumë i madh i këtij objekti ushtimi aktiviteti. Mendoj që mund të jetë një numër minimal regjistrimesh, mund të ketë një numër minimal regjistrimesh, por që kjo është një rrjedhë normale e biznesit dhe është një zgjerim i gamës të timpaguesve, ashtu sikur se edhe ka ndodhur përpara me artistët ose siç mund t'ju sjell një shembull diku në fillimin e tyre të ushtimit të aktivitetit ekonomistët nuk hapnin njëpte, por e pam që duke hapur një numër identifikimi person të atushëm, duke shkruar një faturë, është arkëtimi shumë më i lehtë dhe kjo do sillte benefite siç e tham për subjektin. Zot Dobli, ju falenderoj sot për bisedën në Business Plus. Faleminderit ju.